Doradistria sot dhe jeta ime pak a shumë përshkon një trekëndsh të qendrës qytetit, mes shtëpisë mamit, mes shtëpisë gjyshes së mamit të Shravarët, aty ku kam bërë edhe shkollën 8-vjeçare, dhe shtëpisë gjyshes tjetër, aty ku dhe kam lindur, tek banka e shtetit, aty ai pallati i parë që sheh pra drejt sheshit, edhe e them që në fakt ka qenë një fëmijëri e bukur, edhe me sfidat e veta. Po shkollat për gjimnazi shumë. Si ke qenë mësime? Nxënëse e mirë, shumë e mirë, por edhe një aktiviste e mirë. Pra nuk lija asnjë nga këto koncertet, aktivitetet sociale, kulturore që bënim shumë. Gjimnazi ka qenë i mbushur dhe pse në një kohë të vështirë. Unë kam ndjekur gjimnazin Sami Frashëri. Në një kohë, fakt para se të kaloj te gjimnazi, pata një ndërprerje, sepse ne brezi ynë, që sot jemi rreth 45-ave, jetuam një periudhë vërtet vështirë, periudhën e viteve të tranzicionit, ku familjet tona morën vendime për ne, edhe në një moshë të vogël, prindit e mi vendosën që unë duhet të shkoja jashtë dhe të studioja jashtë për të kryer pra gjimnazin dhe më tej edhe më gjatë. Në moshën 14 vjeçare unë vajta në Itali, në Bari, ku duke qenë se halla ime ishte aty, pra jetonte aty, bëra studimet një vit në liceun klasik aty, por kisha gjithmonë një ndjesi, ndoshta ishte ende vogël, po lidhjen me familjen dhe lidhjen me vendin. Dëgjoja nga i telefoni paralel i dhomës time, kur halla ime fliste me mamin, me babin, situatën që ishte në Shqipëri, kaosin, pasigurinë, duke sikur kisha lënë një pjesë timen dhe sikur duhet isha aty, sepse aty kishte diçka që nuk shkonte. Dhe ashtu, adoleshente, siç isha, mendoja që duhet të kthehesha, që nuk mund ta lija familjen time, t'i humte një pjesë, po themi, e imja dhe mbështetjes që unë mund t'i siguroja atyre. Edhe pse thash isha shumë e vogël, ndoshta vendimi për t'u kthyer ishte një vendim që mua i mat më ka lënë ta marr vet. Mbaj mend që i thash që unë ishte 10 orë, ishte 3 muaj që kisha shkuar, i thash babi unë do kthehem, më tha, bëj si duash bab, ti e di vet, por unë them ta mbyllësh këtë vit. Dhe pastaj vendosa. A mbylla atë vit, u diplomova për vitin, po u riktheva me ndjesinë që këtu kishte diçka që s'shkonte, po kishte shumë arsye që unë duhet isha këtu me familjen time dhe të isha pjesë e gjës. U ktheva tek Sami Frashëri, pra u ktheva në vit 2, sepse viti nuk u quajt, kështu që dhe periudha ishte shumë e vështirë. Mbaj mend 97 ishte një, mendoj për të gjithë ne, për gjithë brezin tonë, një moment i vështirë i historisë Shqipërisë, po edhe një traumë e shoqërisë që ne na ka shënjuar si brez. Në qoftë se kishte diçka që nuk ose u bë si leitmotiv edhe për ne aty në gjimnaz, ishte që ne nuk duhet jemi indiferent, pra duhet që të reagojmë. Dhe secili në mënyrën e vet, secili duke u dedikuar për ato që mund bënim ne si të rinj, brenda shkollës, jashtë mureve të shkollës, fillova që ta ndjej që duhet kisha një rol sa do të vogël. Unë i besoj ëndrave dhe transformimeve të mëdha, po i besoj shumë punëve të vogla. Atyre të përditshme, mendoj që ato sjellin transformime të mëdha. Edhe në gjimnaz, pasi përfunduam, ishte periudhë shumë e vështirë. Mbaj mend që ne shkonim në shkollë me qese plastike, edhe librat i fusnim në qese, sepse mundet që të kishte një armë brenda, që ishin të zakonshme në fakt për atë periudhë, siguria ishte 0, pra kishim një pasiguri të madhe që besoj që u transformua edhe në një forcë për ne. Që ja e zakonshme e jona, në tërësi e shqiptarëve është rezilienca, është mënyra se si ne gjejmë forcën për të ripërtritur.
Edhe nga ajo kohë ne kemi kaluar shumë, kemi mësuar shumë, edhe pse të vegjël. Mendoj që brezi ynë është rritur pak para kohe, edhe për arsye të faktit që adoleshenca jonë nuk ishte një adoleshencë e zakonshme, fëmëria jonë nuk ka qenë një fëmëri e zakonshme. Kemi luajtur padyshim shumë, por jo me ato që kanë patur mundësi bashkëmoshatarët tanë. Kemi qenë inovator edhe në lojra, edhe në aktivitete, edhe me mjete rrethanore, kemi bërë shumë çka që të ishim në një mënyrë apo një tjetër, edhe të ishim baraz me bashkëmoshatarët tanë. Mbaj mend që edhe pse ishte viti 97, ishte gjendje e jashtëzakonshme, ne patëm mundësi që në gjimnaz të kishim një hapje drejt një realiteti komplet tjetër, fal mësueseve tona. Dua ta them këtë se rolin të madh në formimin ton, të brezit ton, e kanë mësuesit tanë. Mësuesja jonë e frëngjishtes, Violeta Kraja, ishte një zysh e jashtëzakonshme. Vuri në skenë, ose më saktë në korridoret e Sami Frashërit, një pjesë të Shakespeare-it, Lehen, dhe na çoi një grup vajzash, 6 vajzash, nga gjimnazi Sami Frashëri në konkurset ndërkombëtare në La Roche-sur-Yon, në Nantes edhe në Athinë, për të konkuruar me bashkëmoshatarët. Pra fuqia e jashtëzakonshme që mësuesit, edhe mësuesja në rastin konkret, po gjithë mësuesit tanë kishin, që në ato momente që të kaosit, të pasigurisë, ajo drita e shpresës, ajo drita në fund aty tunelit na ka dhënë dhe ne, mendoj unë, jo vetëm mua, po gjithë shokëve tanë. Edhe jam e bindur që edhe roli mësuesve të tjerë në gjithë vendin ka qenë i tillë që ne na ka mbushur me shpresë, që pavarësisht asaj që po kalonim, kishte një mundësi që ne të gjenim atë dritën e shpresës, por dhe ajo që ishte drita e shpresës që ajo që ti merr brenda vetes, dhe besoj që ajo ishte ushqimi më i madh që neve na ka dhënë shkolla për të dijes edhe aftësive, mënyra se si ne na kanë instruktuar, mësuar edhe mbështetur mësuesit.